A ka ndonjë rregull sa duhet të japim detyra shtëpie për të gjithë arsimtarët, sepse me nënat gjithmonë derisa i presim fëmijët tregojnë se si fëmijët e tyre qajnë, protestojnë në shtëpi dhe nuk kanë qejf që të bëjnë detyra. A ka një rregull se si jepet detyra shtëpisë? A ka shtete që i kanë hequr detyrat e shtëpisë, sepse me sa e ditë detyra e shtëpisë fillimisht ka qenë një mënyrë dëshkimore dhe më pas ka kaluar në një farë rregulli shkollor. Do thotë Maqedonia ekziston rregullore, do thotë një udhëzues i përgatitur nga ekspertë të Biroz Zhvillimit të Arsimit ku mënyra e dhënies së detyrave të shtëpisë. Edhe kjo është shumë e detajuar, shumë për merak të themi, për kënaqësi. Mirë po, mësimdhënësit nuk i lexojnë ato. Pikërisht, po ka diçka. Karakteristikat e çdo klase, e çdo fëmijë janë të ndryshme. Varësisht nga cila cikli të mësuarit, do thotë klasën e para, do thotë në ciklin e parë të mësuarit, klasa e parë, 2, 3 dhe kështu me radhë. Është e përcaktuar shumë qartë se aktivitetet të cilat realizohen pjesa dërmuese bëhen në shkollë. Fëmija duhet të shtëpi të jetë më i relaksuar. Mund të ketë ndonjë aktivitet të jepet, po të jetë aktivitet relaksues, dhe një pasion, vizatim e kështu me radhë. Por jo detyra të japësh nga libri të thush, më faqe kaq detyra e parë deri në 15 detyra. Edhe pa koordinim, të gjithë lënë, të gjithë mësuesit japin nga një detyrë shtëpie që mund të jenë 7 detyra shtëpie. Pikërisht kjo është e përcaktuar brenda ditës të udhëzuesi se në 2 lëndë maksimum duhet të ketë detyra shtëpie. Plus asaj, është shumë qartë e qartësuar se konform do të thotë moshës që e kanë edhe periudha kohore e detyra, e bie fjala. Po e marrë udhëzuesi shumë qartë tregon, nëse nxënësi i klasës 6, nuk është njësoj me nxënësin e klasës 9. Ky klasë 6 do të angazhime për detyra shtëpie, maksimum do të ketë 20 minuta. Edhe jo të japën 7 mësimdhënës, nuk më intereson se cili jep 7 detyra shtëpie. Pikërisht kjo sjell në atë që nxënësi mos të jetë i relaksuar në shtëpi. Mos jetë i relaksuar gjatë weekendit e kështu me radhë. Pikërisht ka edhe diçka tjetër. Detyrat e shtëpisë kur jepen edhe në bazë strukturës së nxënësve. Do thotë një nxënës, një fëmijë i cili ka me të arritura më të larta, do thotë edhe të menduarit atë që zhvillimor tha me ka më të lartë. Nuk është njësoj me një fëmijë i cili ka pengesa më tepër. Mos bisedojmë të nxënësit e ciklit të ulët, sidomos cikli i parë ku detyra e shtëpisë është e përcaktuar me udhëzuesin se jo të jenë të mbi ngarkuara, ne shohim se stresi nuk është i rastësishëm, i zhvillon ne, po i shikojmë edhe në shtëpitë tona, diçka kur shikojsh ti një pembes, fillon të qaj, nuk është i rehatshëm, gjumi nuk e bën duhur, mësimdhënësi është për këtë që të bën duhet pakës edhe hulumtime në klasën këtë aspekt. Është e vërtetë. Pikërisht këto hulumtime do t'i ndihmojnë ja lehtësojnë punën.